unë mund t'ju them, sepse kontaktet janë shpeshta me kolegët, edhe të asaj janë të oqeanit. Nga pikpamja teknologjike nuk ka diferencë. Ka diferencë nga pikpamja, jo, nga Europa dhe Amerika. Nga pikpamja teknologjike e aplikuar, diferenca kryesore ekziston tek kërkimi shkencor. Aty është. Kërkimi shkencor pra pre klinika, përpara se të jenë të aplikuar. Nga pikpamja e shëmikësisë të aplikuar nuk ka diferenca. Diferenca është krijuar nëpërmjet një mekanizmi marketingu. Në Amerikë çdo gjë është bazuar në një raport kosto-përfitim, dhe kjo të detyron që kur argjon shumë duhet fitosh shumë, dhe midis këtij në këtë mekanizëm marketingu është i jashtëzakonshëm. Në Itali nuk ka marketing në mjekësi. Ekziston marketingu i mjekësisë në pjesën private, që është relativisht e vogël, por mjekësia e komplekse zhvillohet në sistemin publik, dhe në sistemin publik nuk ka marketing sepse nuk është i nevojshëm. Por kjo nuk do të thotë që niveli i ndërhyrjeve kirurgjikale, niveli i mjekësisë, niveli i terapive është i ulët, është i panjohur, sepse jemi të gjithë pre e një mekanizmi të marketingut, jemi të gjithë konsumator. Dhe televizioni, mediat na kanë mësuar me një mënyrë komunikimi hiperbolik, ku reklama si gënjeshtër e legalizuar ka marrë atë maksimumin e vetë të shprehjes, por për mos devijuar nga mirë që më pranove intervistën, mirë që më pranove me kaq inat sa e ke televizionin. Jo, atëherë e pranova për juve, sepse megjithëse unë nuk e ndjek shumë televizionin shqiptar, por di kush jeni. Dhe vlerësoj punën tuaj. Nuk do të kisha pranuar një tjetër intervistues.